Shkrimtarja dhe skenaristja e njohur Natasha Lako feston sot 77 vjetorin e lindjes. Natasha Lako lindi në Korçë në 13 maj të vitit 1948. Ajo ende mbetet aktive si një nga zërat e lirë dhe të pavarur, përfaqësuese e shkëndijave të para të feminizmit shqiptar dhe një nga penat më të veçanta të poezisë shqipe. Emri Natasha Lakos hyri në letërsi pas botimit të poezive të saj të para në gazetën Drita në moshën 16 vjeçare, si vajzë ende e panjohur nga qyteti Korçës. Autore 8 vëllimeve me poezi, fituese e disa prej çmimeve më të rëndësishme kombëtare të poezisë, si çmimi Migjeni për vëllimin poetik, Yllësia e fjalëve në vitin 1987, Natasha Lako është përfaqësuese e brezit të parë femëror të letërsisë shqipe. Poezitë e saj gjenden të botuara në disa antologji të poezisë botërore dhe janë përkëthyer në disa gjuhë. Natasha Lako kreu studimet për gazetari pranë Universitetit të Tiranës, duke nisur karrierën profesionale si mësuese letërsie, gazetare, redaktore, skenariste filmi me mbi 15 skenar, shkrimtare në profesion të lirë dhe mëtej si drejtoreshe e arkivit të filmit shqiptar. Gjithashtu ajo ka qenë edhe 2 herë deputete në Parlamentin shqiptar. Duke kryer aktivitetin e saj publik dhe politik, vazhdimisht e pranishme në shtypin e ditës, por edhe atë të specializuar kinematografik dhe kulturor, Natasha Lako mbetet një nga zërat më të lirë dhe të pavarur dhe një nga penat më të veçanta të poezisë shqipe.